Përshëndetje të dashur shikues të Radio Televizionit Iliria. Sot jemi mbledhur për të festuar një nga ditët më të bukura për besimtarët. Pas një muaj agjerim, ne sot po festojmë Bajramin. Urime festa e Fitër Bajramit për të gjithë besimtarët musliman. Kjo fest na mëson faljen, solidaritetin dhe afërsinë me njëri tjetrin. Në këtë ditë atmosfere ku zemrat janë më të hapura dhe buzëqeshjet më të sinqerta, ne kemi përgatitur një program festiv ku ju ftoj ta ndjekim së bashku duke filluar me një ilahi. S'ka sigur nana, as kur del hana, të prete dera, sa shukam vlera, pranver me ngjyra, i qesh fytyra, ka fëmiria e dashuria. Lula për ty ojnan, gjithë botën me të dhon, sot o zemra që të do, ti më shumë e meriton. Lula për ty ojnan, gjithë botën me të dhon, sot o zemra që të do, ti më shumë e meriton. Me ty po rritem, pa ty mërzitem, ti e gëzimi, pa prit dërshimi, pranver me ngjyra, i qesh fytyra, nga fëmiria e dashuria. Lula për ty ojnan, gjithë botën e të dhon, sot o zemra që të do, ti më shumë e meriton. Lula për ty ojnan, gjithë botën me të dhon, sot o zemra që të do, ti më shumë e meriton. Faleminderit për këtë interpretim kaq të bukur. Në vazhdim ju ftoj ta ndisni një histori të përgatitur nga kolegja jon Fitore Krasniqi, e cila tregon historinë e një gruaje shqiptare të suksesshme në Gjermani. Ta ndjekim. Nuk e dini se ku me përsi tortën për familjarët e juaj. Unë të tregoj, e janë tek ne, tek hanë bekarajat kanë shtatë. Në Stuttgart të Gjermanisë, Hajria, një vajzë e re shqiptare, ka ndërtuar ëndrrën e saj. Sot ajo është pronare pasticqerisë Hani, ku në çdo cep ndjet atmosfera e një pune plot vullnet. Hajria nuk priti t'i vinin mundësitë, por i krijoi ato vetë. Në vazhdim do të ndjekim pjesë nga rutina e saj ditore, nga puna e përditshme që ajo e bën në pasticqerinë e saj me klientë të shumtë dhe me porositë të shumta që ka çdo ditë. Edhe këtu është vendi ku unë punoj gjatë ditës. Edhe në pjesë e ditës e kaloj bukur këtu në zyrën time, ku merrem me porosit, merrem me planet e ditës, merrem me firma, me gjona që i vynën një lokalet. Por edhe pjesën tjetër e kaloj pranë njerëzve, klientëve tanë, ku merremi me unë i dua, me të vërtet i kam merak shumë njerëzit kur edhe më kritikojmë, se çdo kritik e çdo personi mund na bën neve të arrismi edhe më shumë në jetë. Pse? Se nëse një kritik e marrmi seriozisht dhe ajo kritik mund të na ngris neve edhe më shumë në biznes, në çdo rrethon të jetës. Baklavat më të mirë dhe më të shpejshëm gjeni vetëm tek ne. Mos hezitoni për Bajram, bani porosinë tuaj me arra dhe me pistacin, me fëstëk. Kemi lloje të ndryshme të baklavave që janë super të freskëta. Këto janë magnoliat që më shumë t'i kërkojnë për klientëve tanë, ku këto çdo ditë marron ku fresh. Këto janë malavat tona që janë shumë të kërkuar për klientëve tanë. Nuk e dini se ku me përsi tortën për familjarët e juaj. Unë të tregoj, e janë tek ne, tek hanë bekarajat kanë shtatë. Ku ne sipas dëshirave tuaja e realizojmë çdo ëmbëlsirë, çdo tortë, baklava, ëmbëlsira tjera, apo çdo kërkesë tjetër. Mirë se të vini tek ne.
Kjo është një dëshmi që gratë kur duan nuk ndalen. Ato janë të zonjat, të forta dhe mund të ndërtojnë vetë suksesin e tyre. Juftoj të ndesni një ilahi të radhës. Për hajr, o ky bajram me zemër, o ju musliman me shpirturi me koft, për hajr e qot dashni, pise birile, për hajr, o ky bajram me zemër, o ju musliman me shpirturi me plot, vëzmanet klot dashni, pise birile. Me që të dashur, uroj që po kaloni mirë në këtë ditë festive. Në vazhdim, juftoj të ndiqni një dramë të përgatitur nga fëmijët e fshatit Sharban të komunës së Prishtines me mesazhe të rëndësishme për të gjithë ne. Juftoj ta ndisni me vëmendje. Është ditë e bukur pranvere. Fëmijët po luanin në abër dhe me shumë gëzim për presnin fesën e madhe të fitar bajramit. Sa po gëzohem, sot është bajram, dhe të vishim me rrobat më të bukura dhe dhe të shkojmë të gjyshja. Unë me zi po pres, të ne gjithmonë vinë shumë musafere dhe nëna përgati shumë ëmbëlsira. Edhe unë dhe të shkoj të doj për bajram. Unë dhe të shkoj të gjagjaj, a gjithmonë a jep dhurata dhe na tregon shaka. Unë nuk do të shkoj askund. Pse luan? Bajrami është ditë gëzimi. Sepse Bobi dhe Xhaxhoi nuk flasin me njëri tjetrin dhe prandaj nuk shkojmë te ta. Po bajrami është festë, nuk do të jemi të hidhëruar. Prindërit më kanë thënë se në bajram njerëzit folin njëri tjetrin dhe pajtohen. Po si kur ti ndihmojmë ne të pajtohem? Themi se bajrami është më i bukur kur familja është e bashkuar. Mendoni se do të funksionoj? Pse ju, le ta provojmë. Bajrami është paqe dhe dashuri. Është gëzim dhe afërsi mes nesh. Gjoxhi, është bajram. Në këtë ditë ne duhet ta folemi njëri tjetrin. Është më e bukur kur të gjithë jemi bashkë. Edhe ne fëmijët duam të vinë tek ju në festë. Le të fillojmë këtë festë me pajtim. Bobi dhe Gjoxhi u pajtuan, tani do të shkojmë të gjithë së bashku për bajram. Sa bukur, kjo është festa më e mirë. Më e rëndësishmja është që zemrat janë bashkuar. Dhe kështu fol fjalëve të sinqerta, familja u pajtua. Bajrami solli gëzim, paqe dhe dashuri për të gjithë. Gëzuar bajrami, paqe dhe dashuri për të gjithë. Të dashur fëmijë, faleminderit që pasuruat sot emisionin ton. Faleminderit për mesazhet e fuqishme që i ndat me ne. Uroj që në këtë ditë festive të gjithë të urojmë bajramin me njëri tjetrin. Ne kemi disa dhurata që i ka përgatitur Herta Kids për fëmijët. Faleminderit Herta Kids. Faleminderit. Edhe për juve. Edhe për juve, mani edhe juve. Për të vazhduar këtë atmosferë të bukur sot, juftoj të ndisni ilahin e radhës. Jehojnë miranët para agimit, ndriçon qyteti për zbukurimin, sot është dita jon, sot është festa jon. Fëmijët rrugës bukur të veshur, marrin dhurata gjithë të buzëqeshur, sot është dita jon, sot është festa jon. Fëmijët rrugës bukur të veshur, marrin dhurata gjithë të buzëqeshur, sot është dita jon, sot është festa jon. Faleminderit fëmijëve që sot na zbukuruan këtë program. Në vazhdim juftoj ta ndjekim së bashku një historie të përgatitur nga kolege jon Vlera Bokshi Ukmata.
ku përnder të festës së Fitër Bajramit, Akademia Nasiha dhe Akademia e Hifzit Elita organizuan një program me nxënësit e tyre. Gjithashtu, e ndjekim edhe interviste me drejtoreshen Valbona Bytyqi, mësuesen Lume Sadiku si dhe nxënëset. Ta ndjekim. Për nder të festës së Fitër Bajramit, Akademia Nasiha, Akademia e Mësim Besimit dhe Akademia e Hifzit Elita organizuan program shumë të bukur me nxënësit e këtyre dy akademive në kuadër të cilave ata mësojnë. Në vazhdim, mund të ndiqni programin e fëmijëve për Bajram dhe intervistat me drejtoreshen Valbona Bytyqi, mësuesen e Mësim Besimit Lume Sadiku, nxënëset e Hifzit Esila Grajqevci dhe Anika Isma, po ashtu nxënësen e Mësim Besimit Hena Ymeri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dhe mirë se ardhët. Akademia Nasiha sot feston këtë ditë të veçantë, ditën e bekuar të Fitër Bajramit. Jemi mbledhur sot së bashku për të ndarë gëzimin e kësaj feste të bukur, e cila na kujton vlerat e dashurisë, faljes, respektit dhe solidaritetit mes njëri tjetrit. Me këtë rast, ju përcjellim urimet më të përzemërta. Allahu a pranoftë agjërimin, lutjet dhe të gjitha veprat e mira. Për ta filluar programin tonë në mënyrën më të bukur, fillimisht do të dëgjojmë leximin e disa ajeteve nga Kur'ani. Për këtë, ftojmë nxënësin Rumejsa Sadiku që të të nderojë me leximin e Kur'anit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Faleminderit Rumejsa për këtë lexim të bukur dhe të begat. Tani programi ynë vazhdon me një skenë të përgatitur nga nxënësit tanë, e cila titullohet Një ditë bajrami në shtëpitë tona. Ne Laed e janë që rregulloj sot është ditë e veçantë, duhet të jemi të pasur dhe të kuruar. Nën, mezi po pras të shkoj në xhami. Edhe unë, sot namaz të Bajramit do të kesh shumë njerëz. Mashallah të vëzhlit e mi. A në gati të shkojmë në xhami o djema? Po. Shkoni me hajër, Allahu ja pranoft namazin dhe lutjet. Amina, Kenza, e janë të bukurat e nanit, e ja të rregullohemi së bashku. Nën, se është shumë bukur, me pëlqen Bajrami, i kam veshur edhe rrobat e reja që mi ke blerë. Edhe mua më pëlqen shumë Bajrami, të jemi të gjithë bashkë dhe të hamë abelësira. Bajrami vajzat e mia është ditë falje dhe dashurie. Nëna, mund të ndihmoj të rregulloj sufrën? Po, hajde këtë. Na për i vendosë këtë ambëlsirat. Assalamu alaikum. Aleikum assalam. Bajram. Mirë se erdhën nga xhamia.
Ishte shumë bukur, kishte shumë njerëz. Edhe hoxha mbajtje një ligjërat shumë të mirë. Ramazani është muaj i betuar. Na mëson dashurinë, durimin dhe mirësinë. Unë gjatë Ramazanit i kam mësuar disa jetët të reja nga Kurani. Unë kam munduar të jem e sjellshëm me njerëzit. I kam përfshirë njerëzit sepse bëshirëshja është sadaka. Edhe pse nuk mund ta agjeroj të Ramazanin, jam munduar të bëj vepra të mira çdo ditë. Pirim, Allah e di përpjekjen tënde dhe sinqeritetin. Çdo vepër të mirë ka vlerë tek Allahu, sado e vogël që të duket. Fëmijë e janë të hanë drekën e Bajramit. Bismillah wa barakatillah. Selamu alikum. Aleikum salam. Për ai Bajrami. Për hajr paç, mirë se ju gjetëm. Amina, ke nxasil një lëngë dhe mbështira për mysafirët. Si kaluat në Ramazan? Mirë, elhamdulillah, Allah na pranoftë agjerimin. Amin të gjithëve. A do të na jepni leje se do të shkojmë dikon tjetër për Bajram? Po, sigurisht. Selamu alikum. Bajrami është ditë gëzimit. Është ditë kur zemrat mbushen me dashuri dhe njerëzit folin njëri tjetrin. Ramazani na mësoi durimin dhe mirësinë. Le të përpiqemi që të bëjmë vepra të mira çdo ditë. Allah na mundsoft të jemi prej atyre që duan dhe ndihmojnë njëri tjetrin. Le ta ndajmë gëzimin me familje dhe të tjerët. Faleminderit shumë nxënësve tonë për këtë skenë të bukur dhe mesazhin që përcjellën. Tani programi vazhdon me leximin e mesazheve të Bajramit nga nxënësit, të cilët do të ndajnë me ne urimet dhe mendimet e tyre për këtë festë të bukur. Në këtë ditë të veçantë, le të mbushim zemrat tona me dashuri, respekt dhe dëshirë për të ndihmuar ata që kanë nevojë. Në ditën e Bajramit, le të ndojmë dashuri, respekt dhe mirësi me të gjithë, sepse gëzimi bëhet edhe më i madh kur ndohet me të tjerët. Kjo festë e bukur na kujton të jemi mirënjohës për gjithçka që kemi dhe të përpiqemi çdo ditë të bëjmë vepra të mira. Kjo festë na kujton se veprat e mira, buzëqeshja dhe ndihma për të tjerët janë gjëra që e zbukurojnë jetën tonë çdo ditë. Bajrami na bashkon me familjen dhe miqt. Është një ditë kur ndojmë gëzim, buzëqeshje dhe mirësi me të gjithë. Bajrami është dhuratë pas një muaji përkushtime. Është dita kur zemrat mbushin me gëzim dhe falënderim ndaj Allahut për çdo mirësi që na kanë dhënë. Tani kemi ardhur edhe të një moment i veçantë për nxënësit tonë. Shpërndarja e dhuratave, si një kujtim i bukur i kësaj feste të bukur. Selam aleikum, unë jam Esila, jam nxënëse në Akademinë e Hifdhit e Elita. Unë kam e tregu si Ramazani ka kalu për mu. Ramazani ka kalu për mu shumë mirë edhe unë jam kënaqur shumë Ramazan. Edhe Ramazani, shpresoj që ky Ramazan të ketë ndiku shumë mirë tek ne, edhe të na mbush zemrat me plot mirësi dhe me dashuri, edhe të na afërsoj shumë me Allahun xheleshanuhu. Selam aleikum, unë jam Hena Imere. Unë jam këtu te kursi mësim besim Nasiha. Mësuesja ime është Lumnia Sadiko. Unë me gjithë qef vi në kurs sepse më mëson durimin dhe besimin në Allah. Mesazh që du përcjell tek kursi është që durimi është shtylla e parë për personalitetin tënd. Pse? Sepse ajo të mëson se si
ne mund t'i kalojmë gjërat pa siklet apo stras. Selam aleikum, unë jam Anika dhe mësuesja ime është Sohila Franca. Unë do të flas për rrugtimin e hifzit. Do të thonë Kurani është fjala e Allahut dhe për memorizimin e tij më ndihmon mësuesja edhe shokët dhe shoqet që kemi në kurs. Ne çdo kurs që memorizon Kur'an dhe ka ndonjë sukses ne festojmë këtu në kurs dhe mësuesja do të thonë gjithmonë na përkrah edhe na ndihmon kur kemi nevojë. Fillimisht selam aleikum dhe ju falenderojmë ratojin që kanë ardhur me realizu programin të cilin ne kemi përgatitur për festën e Fitër Bajramit me dy akademitë tona të cilat funksionojnë brenda objektit ton, Akademia Hifzit Elita dhe Akademia Nasiha. Dy programe të cilat janë të dedikuara për rinin dhe për të vegjëlit tanë. Në programin e Akademisë Nasiha kemi programin e fëmijëve për mësim besim dhe programin e të rriturve për mësim besim po ashtu, ku përfshihen studente, nana, moshave të ndryshme. Sa i përket Akademisë Hifzit, në Akademinë e Hifzit kemi dy programe, programin e të rriturve dhe programin e fëmijëve. Në programin e fëmijëve kemi moshat prej moshës 8 vjeç deri në moshën 15 vjeç, ndërsa në programin e të rriturve kemi moshën prej 15 deri në 35 vjeç. Fal Zotit, Allah ka dhënë bereqet në këto dy akademi, një numër i madh nxënësave ndjekin kurset të mësim besimit dhe të hifzit. Në Akademinë e Hifzit kemi diku 29 hafizë të cilat e kanë përfunduar hifzin në një periudhë prej 10 vjeç prej se është themelu kjo akademi, ndërka që në Akademinë e Nasiha janë mbi 100 nxënës që të rregullt të ndjekin kurset të mësim besimit. Në këtë program kemi një program shumë të gjerë të njohurive fetare, nuk përcaktohemi vetëm në mësimin e leximit të Kuranit, por edhe në lëndë të tjera të cilat e përmbajnë dhe e plotësojnë karakterin e një muslimani. Selam aleikum, unë jam Lumia Sadiku, jam mësuese në Akademinë Nasiha. Akademia jonë ka lëndë të larmishme, kryesisht një orë mësimi ose një ditë mësimi përmban gjithmonë lëndën e Kuranit, që është edhe lënda bazë për një besimtar. Më pasi kemi lëndët si sire, akaid, histori e të tjera. Fëmijët janë shumë të kënaqur kur vinë në akademinë tonë. Unë kryesisht kam punë vetëm me nivelin e parë. Në nivelin e parë në një grup i kam rreth 10 nxënësa të cilët kanë arritur që me një nivel të parë me hyrë në leximin e Kuranit dhe unë jam shumë krenar për ta. Po ashtu grupi tjetër përmban diku rreth 25 nxënës. Për të gjithë prindërit ku nuk e dinë se ku t'i sillin fëmijët e tyre për të ndjek rrugën e Allahut, ata ne i ftojmë në Akademinë Nasiha. Dyert tona janë të hapura. Duke besuar që po kaloni momentet të bukura me ne, ju ftoj të ndjekim storjen e radhës të realizuar nga kolegja jonë Ganimete Ademi tek Herta Kids, të cilën shfrytëzoj rastin të falenderoj për dhuratat që i ndohu për fëmijët sot. Kur gjithçka kam marrë. E ato kurdelet atë pëlqyn shumë, a? Po. A kemi me marrë edhe kurdele? Po. E kam gjetë një fustan bukur. O merë përveç trajner ka çka të pëlqen më shumë? Pantallonat. Amra, po duk më mirë? Po shumë bukur. Jo, ti ke vesh të teshat bukura. A ke po lodra përveç teshave? Po këto pas ka edhe tesha, po momi ana blen lodra për Bajram. E të dashur shikues të gjithë ata fëmijë që bojnë blerje, këto ditë para Bajramit kanë me marrë dhe kanë një dhuratë Bajramit. Për haj Bajrami, të dashur shikues të RTI-s, jemi ardhur në Herta Kids, në vendin më të mirë ku mundesh me bos zgjedhje për blerjen e rrobave për fëmijë për Bajram. Mu fëmijët mu kanë rritë dhe s'ka shansa me nxjerr para kamerave, po sot jo marrën me Amrën edhe me Omerin, me dy fëmijë të bukur dashur që kanë me u vesh për mrekulli për Bajram. Edhe lirë, edhe mirë, edhe pastër edhe gjithçka bukur. Apo të pëlqen Omer? Po. A ke më vesh si zotnisët për Bajram? Po, normal. Amra, a ke shku në herë me na i vend më të bukur se sa që je sot që ka pas që ka shumë zgjedhje për ty? Jo. Asnjëherë? Jo. A ki me ndru mo Herta Kids që na gjithçka kemi marrë? Jo, kur gjithçka kam marrë. E ato kurdelet atë pëlqyn shumë, a? Po. A kemi me marrë edhe kurdele? Po. E në fund edhe ka një dhuratë edhe të shpia. Hajde shkojmë i këshyron fustanat. A shkojmë merë ma sparit të fustanat? Okej. Pëlqen? Shumë i bukura? Po. Cila ngjyrë të pëlqen më shumë ty dy, se pas ka lloje të ndryshme të ngjyrave? E vjollce. E vjollce.
E farmerka që më konë ftoft. E ke këshyr kohën që shërë? Për Bajram, edhe qëto shumë të bukura. Të bukura janë. Cilin po do me provu? Po të pëlqen që kjo Amram? Po. A po do me provu qëta? Okej. E me Omerin jemi artë të veshjet e djembe. Omer përveç trinerka, çka të pëlqen më shumë? Pantolonat. Me këmisha? Qashtu veshesh për Bajram gjitha? Gjithmonë. Omer, ko gjazotni po do kësh kështu? Po. A po të pëlqen? Po tishat shumë po më pëlqejnë. Vesh një par këpuca, po të ishe me ndru se s'po të përshtatën shumë. Po, ba ndë ndresa me këqyrë. Qështu, hajde, cilat po do mi provu? Unë kam dëshirë që ta. Kush është kë? Raolit. Atë Raolit jenë qëtu, a? Po. A je sigur? Po. Ti këshyr, po unë s'këshyri futbol. Se po më duke të kanë ru logan Raolit. Ja. A je sigur ta vetë? Po. Mi përshkat kafta. Edhe këtë shumë bukur për të shkojnë vesh. Përveç qikave që më të mdoja, edhe kur shka qika të vogla, zgjedhje ideale me qmim vesh 10 euro. Besa dhe për bakshish, kush të paska? Amra, po duk më mirë? Po shumë bukur. Jo, ti ke vesh të tishat bukura. Edhe ti. A ke po lodra përveç tishave? Po këto paska edhe tisha, po momi ana blen lodra për Bajram. Sa po? Amra, je knoq? Po. Si përfundim i zgjedhe që tu tesha për Bajram? I zgjedha. A jonë të pëlqy? Po. Edhe trotineta, edhe trinerka, të natë mira të dashur shikus, fëmitu veshën, i morën robat që pëlqyn, pat shumë zgjedhje, kështu që për gjitha ata që ende kanë dilema, në drejtojnë në herta kec në fush Kosovë. Edhe për të rritun, po edhe për fëmi. Omer, a je knoqën? Po, shumë. A po të pëlqen? Po, tisha të pëlqen. A je knoqën? Po. A ki me ndru më herë ta kitësin? Jo, kër. E dhuratat? Dhuratat janë të mira. E të dashur shikues të gjitha ta fëmijë që bojnë blerje, këto ditë para Bajramit kanë me marrë dhe kanë një dhurat Bajramit. Për haj Bajrami, krejtve, Zotja pas pranua agjërimin edhe si cilën vepër të mirë. Si që dhe ndjekëm, Herta Kids ofron të gjitha mundësit për veshmëmblatje për të gjitha moshat. Tani juftoj të ndjekim ilahin e fundit për këtë program. Në këto qaste të Bajramit, buqe shtyra e muslimanit. Sot ka gzim bota islame, knon kurane e thret e zane. Gzohu, gzohu o muslimane, sot festojnë bukrim Bajrame. Gzohu, gzohu o muslimane, sot festojnë bukrim Bajrame. Ramazani me plot begati, e përcole me krenarie. Me ibadet dhikër të Zotit, kalojnë dite e të mot-motit. Gzohu, gzohu o muslimane, sot festojnë bukrin Bajrame. Gzohu, gzohu o muslimane, sot festojnë bukrin Bajrame. Gjithë natyra në formë të vete, madhrojnë Zotin e vërtetë. Ndriqon hëna shkelqen djeli, feston toka e feston qeli. Gzohu, gzohu o muslimane, sot festojnë bukrin Bajrame. Gzohu, gzohu o
gjdo shtëpi të muslimanit, shtrohet sofra e Bajramit. Përshëndet vëllau, vëllau në vetem, uron Bajramin për shumë vjete. Gëzohu, gëzohu o muslimane, sot festojnë bukrin Bajrame. Gëzohu, gëzohu o muslimane, sot festojnë bukrin Bajrame. Të dashur miq, ju afruam fundit të këtij programi të bukur. Shpresoj që kjo festë ka sjellur gëzim në familjet dhe shtëpitë juaja. Le ta ruajmë frymën e Bajramit jo vetëm sot, por çdo ditë, duke qenë më të afërt, më të dashur me njëri tjetrin. Ju urojmë nga zemra gëzuar Fitër Bajramit. Paqe, shëndet dhe begati në familjet e juaja. Mirëmbëjtje.